Shumë njerëz ende besojnë se mbi pesha është çështje vullneti ose përgjegjësie personale, por ekspertët thonë se realiteti është shumë më kompleks. Studimet tregojnë se gjenetika, hormonet dhe mjedisi i jetesës përditshme luajnë një rol mjaft të rëndësishëm, duke e bërë humbjen e peshës një sfidë për shumë njerëz, pavarësisht nga motivimi i tyre. Shkencëtarët shpjegojnë se disa gjene ndikojnë tek uria që ndjejmë gjatë ditës, duke bërë që disa njerëz të ndjejnë gjithmonë me stomak bosh dhe të ruajnë më shumë yndyrë nga ajo se çfarë hanë, edhe kur konsumojnë të njëjtat kalori si të tjerët. Një nga këto gjene është MC4R, i cili nxit ngrënien e tepërt dhe ul ndjesinë e ngopjes, dhe sipas ekspertëve, gjendet tek rreth 1/5 e popullsisë globale. Ushqimet e përpunuara, reklamat dhe mungesa e aktivitetit fizik e bëjnë ruajtjen e peshës së shëndetshme shumë të vështirë. Ekspertët e quajnë këtë ambient obezogjen, ku trupi dhe truri janë vazhdimisht të ekspozuar ndaj sinjaleve që nxisin ngrënien. Gjithashtu, shkencëtarët shpjegojnë edhe fenomenin e cakut të peshës, një peshë e caktuar që truri secilit e konsideron normale për veten.